Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kohët e fundit në skenën botërore ka bërë lajm, ndoshta e nisur nga frika e pandemisë së kaluar të Covidit, mundësia e lindjes së një virusi të ri dhe shpërndarjes së tij të rrezikshëm që është katavirusi. Për të folur mbi këtë virus, rrezikshmërinë e tij që mund të ketë apo jo për njerëzimin, kam ftuar doktor Genti Metkon për të diskutuar mbi natyrën e këtij virusi, nga e ka origjinën, a është ai i përhapet nga njeriu tek njeriu dhe çka sugjeron Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zoti Genti, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Së pari, a është ky një virus i ri apo është një virus që është njohur disi më parë, por tani u bë më sensibël njerëzimi ndaj viruseve? Jo, nuk është virus i ri, është virus i njohur nga shëndetësia. Origjinën e merr rreth vitit 1954 në Korenë e Jugut, gjatë luftës së Koresë 54-57. Edhe emrin e ka marrë nga një lum që ndodhet në Korenë e Jugut, që quhet lumi Hanta. Kjo është edhe origjina e emrit të këtij virusit. Është një virus i cili ka disa kategori. Një kategori është hantavirusi që diskutohet që është edhe familja e madhe e këtyre viruseve, dhe nën kategoria tjetër është Andes. Andes. Ky është ai më i rrezikshmi. Është më i rrezikshmi, është pjesëtar i familjes së hantaviruseve dhe është i vetmi që ka aftësinë të transmetohet nga njeriu tek njeriu. Kurse në përgjithësi familja e hantaviruseve që shpërtheu edhe në anijen turistike, që u nis nga Argentina në drejtim të ishuve të Tenerifit të Spanjës, me rreth 170 persona, 170, ku aty përmblidhen edhe pasagjerë që ishin edhe ekipazhi. Edhe ekipazhi, aty janë kapur 11 raste. Nga këto 11 raste, 9 janë të konfirmuara, kurse 2 të tjerat kanë probabilitet që mund të jenë prekur nga ky virus, por nuk janë të konfirmuara ende. Cilat janë simptomat? Se thuhet që ngjasojnë me simptomat e gripit. Po, këtë drejtë. Simptomat janë shumë të ngjashme me ato të gripit, siç janë temperatura, ethet, dhimbjet muskulare, mund të paraqitet me të vjella, mund të paraqitet me ndonjë formë diareje, domethënë shenja tipike që mund të ketë edhe virusi i gripit. Thuhet sipas informacioneve që kemi dëgjuar që origjinën e ka nëse një person bie në kontakt me jashtëqitjet e mijëve dhe merr ajrin e këtyre jashtëqitjeve e thith edhe prej saj kontaminohet nga ky virus. Si është e vërteta? Po këto janë burimet zyrtare, këtë shpjegim japin të origjinës dhe shpërndarjes së virusit. Domethënë vetë hantaviruset, të cilat janë të gjendura me shumicë në pjesën e Azisë, sidomos Azisë Lindore dhe të Amerikës Latine. Dhe vetë origjina e personave, pasagjerëve që u nisën nga Argentina, domethënë, na shpjegojnë që aty mund të ketë qenë edhe origjina e këtij shpërthimi, domethënë këtij infeksioni. Hantaviruset transmetohen nga mint apo brecit, rodentët, tek njeriu, nëse njeriu bie në kontakt për shembull me urinën apo me sekrecione trupore të tyre. Domethënë po duhet kontakt shumë i afërt, hantaviruset, kurse antiviruset që është edhe më i rrezikshmi, ky është i vetmi që ka aftësi të transmetohet nga njeriu tek njeriu, por aftësia e transmetimit është shumë e ulët. Domethënë është gati 0, ne përdorim një koeficient në shëndetësi quhet R0, apo fuqia riprodhuese e virusit, tek ky virus është 0.2. Domethënë që një njeri nuk ka aftësi të transmetojë edhe tek një person tjetër, po vetëm
mund të është një e pesta e aftësisë për të kaluar. Duke analizuar këtë çka po thoni në lajmet e ndryshme, duke folur për 2 viktimat, për atë pasagjerin anglez dhe të shoqen, thuhet që personat që të kalojnë nga personi në person duhet të shkëmbejnë lëngje trupore, puthje, apo prandaj ndoshta 2 personat cilët bashketojnë dhe janë në një shtrat, në një çifte dhe shkëmbejnë atë virusin me njëri tjetrin, dhe shkaku i parë i këtij kontaminimi ishte pikërisht kjo. Megjithatë, ata thanë që në Argjentinë këta të 2 persona kishin qenë në një vend ku hidheshin plerat për kuriozitet, pasi aty grumulloheshin shumë shpend dhe kishin shkuar për ta filmuar diçka të tillë, dhe kështu mendoj që mund të ishte ai, domethënë, infektuari zero, siç quhet baza e kësaj. Po s'mund të quajmë të infektuarit zero, sepse këto, për shembull, në Shtetet e Bashkuara ne kemi të paktën 40 raste në vit. O ka? Po, patjetër. Dhe nga viti 93 edhe deri më sot, vetëm në SBA numërohen mbi gati prapërsisht 900 raste. 900 raste të konfirmuara. Kurse në gjithë botën janë më mira raste të kësaj familje të viruseve. Domethënë, nuk kemi të bëjmë me një rast të ri. Nuk kemi të bëjmë as me një mutacion, i cili përben rrezikshmëri shumë të madhe për publikun. Janë raste të izoluara, po është e vërtetë që ka mortalitet të lartë, domethënë vdekshmërinë nëse njeriu kontrakton këtë lloj virusi, vdekshmëria është e lartë. Por siç e the edhe ti, duhet një kontakt shumë i afërt, siç janë çiftet, siç janë hapësirat e mbyllura brenda familjes, dhe kontakti që njerëzit duhet të jetë shumë i gjatë, që të bëjë të mundur transmetimin e këtij virusi nga njeriu tek njeriu. Në rastet e tjera që njihen në Shtetet e Bashkuara apo në vende të tjera nga hantaviruset e tjera, si mund të ndalohen që të kufizohen apo të futen karantinë të gjithë këta njerëz, për shembull të anijes, një pjesë 15 kanë shkuar në Spanjë, pjesa tjetër me anije, lajmi i fundit ishte kanë shkuar në vend aty ku është flamuri i anijes në Holland, në ishën Tenerife, dhe aty përfshiheshin edhe pasagjerët, por dhe komandanti i anijes dhe i ekuipazhi, të cilët do t'i nënshtrohen procedurave të zakonshme të bllokimit të komunikimeve me tyre e më të tjerë. Megjithatë, atë sikurse përmende edhe ju, zoti Gendi, ka raste disa 2 veta më duket janë edhe në Shtetet e Bashkuara, njëri me simptoma po jo infektuar, tjetri i verifikuar se është i infektuar. Personat që janë të infektuar tashmë, çfarë medikamente, çfarë trajtimi mund t'i jepen, sepse nuk ka, si kur e dim, nuk ka vaksinë për këtë lloj sëmundje. Nuk ekziston një vaksin. Masat paraprake po merren dhe po merren me shumë kujdes. Dëgjova që janë 3-4 shtete në SBA, në Nebraska, Kalifornia, të cilët kanë marrë pasagjerë nga anija, të gjithë janë izoluar në dhomat e karantinës. Periudha e inkubimit të këtij virusi është e gjatë, që kështu është edhe pritja do të jetë më e gjatë, sepse mund të shkojë deri në 6 javë. Deri në 6 javë që shfaqen simptomat. Që të shfaqen shenjat e para, ose të shfaqen ato shenja që bëjnë mundur konfirmimin e këtij lloji infeksioni. Prandaj këta të gjitha pasagjerë janë izoluar, po monitorohen me kujdes. Vëmendja e CDS-s është shumë e lartë e shëndetit publik. Rreziku që paraqet për publikun apo për që kjo të përbëjë një pandemi, se njerëzit kanë frikë nga që kaluam edhe COVID-19, nuk është ai rrezik fare, domethënë s'ka lidhje fare, domethënë se COVID-19 fuqinë e transmetimit e kishte 1 deri në 10, domethënë një person mund të infektonte 10. Gripi që kalojmë në çdo vit, fuqinë e infektimit e ka 1 në 2. Një person infekton 2 të tjerë.
Kurse kjo e ka 1:5, domethënë edhe me kontakt shumë të gjatë. Domethënë masat po merren, mjekim nuk ka, vaksin nuk ekziston për këtë. Kush është mjekimi? Mjekimi mirë është izolimi këtyre, monitorimi, edhe është i gjithë suportiv. Me anë të serumeve, me anë të monitorimit të organeve vitale, të mushkërisë të veshkave që mund të preken më shumë dhe mund të shkaktojë sëmundshmëri shumë të lartë tek mushkërit dhe tek veshkat, por këto janë masat paraprake, pastaj pjesa tjetër është parandalimi. Domethënë çfarë do të kemi parasysh ne që ta parandalojmë, nëse është një rrezik. Unë dëgjova se një nga ato trajtimet po kujtoj trajtimin që mori dhe aso kohë ishte president apo ish president zoti Trump, pra rritje të aftësisë imunitare të organizmit. Vetëm këto janë trajtimet që mund të jepen këtyre të sëmurë për të rritur. Ajo është e vërtetë. Ajo është e vërtetë për çdo lloj infeksioni, se sistemi imunitar është ai që do të bëj luftimin e çdo virusi apo agentit jashtëm që i kanoset trupit. Prandaj gjithmonë një sistem imunitar më i shëndetshëm ka aftësi që ta zgjesoj virusin edhe më lehtë. Domethënë, po, sa më i shëndetshëm masat paraprake, ato këshilla që kemi dhënë edhe për COVID-19, domethënë përdorimi vitaminës D, përdorimi vitaminës C në kushte virusale, këto aplikohen edhe për gripin, këto aplikohen edhe për sëmundje të tjera virale, domethënë, janë të gjitha masa mbështetëse që bëjnë të mundur ndihmojnë trupin për ta luftuar infeksionin sa më shpejt. A duhet të mbajnë njerëzit maska, këta që ishin anije për shembull? A ndihmonte ajo apo s'dihet? Jo, ata që ishin anije natyrisht që duhet, domethënë, përdorimi i maskave do ishte një praktikë standarde e mirë. Pse jo, sepse shpërndarja bëhet edhe me anë të aerozolave jo të ajrit, domethënë siç bëj COVID-19 apo siç bëhet edhe gripi, por e ka aftësinë që të shpërndahet, sidomos ky ande virus, nëse je edhe në kontakt shumë të afërt, je në hapësira të mbyllura, domethënë kushtet të tilla është e mundur. Domethënë probabiliteti është, megjithëse është i ulët, probabiliteti është kur ke kontakt të zgjatur. Prandaj jam shumë i sigurt ata që ishin anije u mbyllën, u izoluan në dhoma sipas mundësive që kishin, edhe masat paraprake dezinfektimit janë marrë. Tjetra është që shumë e rëndësishme ta themi, edhe këto mjetet dezinfektuese që përdoren janë shumë efektive. Duke përmendur për shembull detergjentët normal që përdorim, apo sapunin, apo larjen e duarve, të rrobave dhe të gjitha, janë shumë efektive. Një mas që dëgjova nga gjithë këto informacione, sepse u bë sensacional lajmi për shkak se individët ishin në kroqera, ishin në një anije të mbyllur, edhe thuaj sidomos për variantin e hatavirusit të cilët infektohet nga minjtë apo nga brecit tek njerëzit, që dhe kur pastron ato pislëqet, domethënë që mund të kenë lënë kafshët, mos përdorni as vakum, sepse përsëri kalon në ajër, e thithat edhe ajo vakumi mban mbetjet, po ajri infektuar kalon, pra kërkoj më tepër me mënyra me sende të lëngshme. Ka logjik, ka logjik, domethënë puna se si mekanizmi i veprimit e si mund të transmetohet. Ka logjik ajo që po, do të thosha pse jo duhet të evitohet. Siç raportojnë nga mediat, ishte fakti që anija për shembull shkoi në një vend në bregun e Gjelbërt në Afrikë, ku ata nuk ishin mundësit mjekësore për të marrë masa të drejt për drejta, pasi është një vend afrikan. Dhe u detyrua, nuk e pranuan anijen as të akostoj, as të merrte shërbime, u detyruan të shkojnë në ishujt Kanarie të Spanjës, aty ku Spanja që si vend i të roqi ata pasagjerët e vet, pastaj të tjerët, sot besoj do të mbrinë në Hollandë dhe mora vesh që gjithë anija pa tjetër kalon një proces desinfektimi
total për të shmangur çdo burim të mundshëm dhe për mos e nxjerr jashtë punë anije. Se namin e ka të keq tash edhe vështirë se dikush do të hypi në atë anije. Ju ha punë këtij biznesi. Sa kështu duke mjaft e bukur, ëndra për një kroçerë është për këdo, sidomos familjet cilët janë në prag pensionit edhe hajde ta kujtojmë në këtë mes të shkosh për qeve, të vish për apo mos vish fare është diçka. Por do të ndalem më tepër se dhe këtij specialisti i kësaj fushë në ato këshillat që dha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Si të duken këto këshilla dhe fakti që bëri sqarime që nuk është e njëjtë, nuk ka rrezikshmërinë e Covidit që ju përmendët, po si ka qenë reagimi? Po, reagimi besoj ka qenë i dur, edhe bota akoma është e freskët nga që kaluam edhe pandeminë e COVID-19, edhe ka dhe një farë paranoje, e cila në një farë mënyrë, domethënë njerëzit kanë të drejtë të tremben, të kenë një farë frike, sepse gjithmonë të shkon mendja a do kthehet një rrezik i ngjashëm atë të COVID-19. Duke ditur edhe faktin që ky virus nuk është i ri, është historik, është i pranishëm çdo vit, sidomos në rajonet edhe në pjesët e botës që i përmendëm, Kinë, Brazil, Argentinë, Amerikën e Jugut në përgjithësi, më pak në Evropë. Nuk është një diçka e re dhe shëndetësia nuk di se si ta trajtoj apo se si ta menaxhoj. Domethënë ato masa që janë, edhe ato këshilla që janë dhënë janë të drejta, janë të sakta. Unë them gjithmonë, masat parandaluese janë gjithmonë më të mira, si çdo sëmundje tjetër, a ke mundësi që ta parandalosh dhe të marrësh ato masa para se të biesh në kontakt me virusin, apo që ta kesh edhe trupin sa më shëndetshëm, në mënyrë që edhe në qoftë se ndodh një gjë e tillë, trupi ka aftësinë që ta luftojë dhe ta zgjesojë virusin. CDC-ja këtu po ashtu është shumë, ka qenë shumë afër kësaj pune dhe është monitoruar nga afër, nga që kanë qenë edhe vende të ndryshme të botës që janë prekur. Dhe vëmendja besoj ka qenë maksimale. Tani gjithmonë ekziston probabiliteti që edhe mund të përshkallëzohet, po do të thosha që ky probabilitet është shumë i ulët, duke marrë parasysh edhe masat që janë marrë deri tani. Madje është interesant fakti, doktor Genti, një sëmundje e mirë njohur si fruthi, thotë që është 5 fish më ngjitse se sa Covidi, e natyrisht është shumë më ngjitse se sa hantavirusi. Pse është neglizhuar? Po shohim shumë raste me fruth kohët e fundit. Ka një farë stepje për të marrë vaksinat pas virusit, ka keq informime, si mendoni ju? Puna është se burimet e informacionit nuk vërtetohet dot, domethënë për sa i përket faktit që janë të bazuara në fakte shkencore, studime shkencore, a janë bërë analiza statistikore siç duhet, që të kesh edhe një pasqyrë më të saktë dhe që të bësh edhe një krahasim të periudhës se sa e ka fuqinë e transmetimit të frutit sot, sa raste të reja janë kapur në krahasim me atë që ka qenë dikur. Dhe pastaj ta lidhësh, domethënë, si janë kush ka qenë përqindja e fëmijëve të vaksinuar më përpara dhe kush është përqindja e fëmijëve të vaksinuar sot. Domethënë, për këtë do të bësh një analizë shumë të thellë dhe të kujdesshme për të patur edhe konkluzione të sakta. Po, ekziston një predispozicion kohët e fundit që fëmijët po vaksinohen më pak kundra fruthit. Edhe shpërndarja informacione për sa i përket sëmundjes së autizmit tek fëmijët dhe lidhja që ajo mund të ketë me disa nga vaksinat, domethënë nuk akuzohet fruti drejt për së drejti, po akuzohet vaksina akuzohet sepse janë 3 vaksina që janë së bashku që jep MMR-ja, measles, mumps dhe rubella, apo lia, fruthi edhe shytat.
Më thënë, ekziston kjo lidhje dhe njerëzit natyrisht që sot janë më të stepur, hezitojnë që t'i vaksinojnë fëmijët. Por këshilla që do t'i jepja unë edhe nga bisedat që kam bërë me ekspertë të shëndetësisë, ekspertë të sëmundjeve infektive, sot është që të mos jepen të gjitha vaksinat të kombinuara në një dozë të vetme apo brenda një dite, por të shpërndahen. Ja jep një vaksinë sot, tjetrën ja jep pas 2 muajsh dhe tjetrën pas 2 muajsh. Edhe sistemi imunitar i fëmijës mos goditet për njerëz. Po ky është një debat shumë i madh. Dhe është e vërtetë që shkenca her pas here duhet t'i bëhet një analizë e thellë në mënyrë që të shikohet, apo jep kjo vaksinë rezultatet që presim ne, dhe në qoftë se jo, pse? Apo jep mungesa e vaksinimit tek fëmijët sot një infektim më të shtuar të futit, do thosha ndoshta po, sidomos në zonat rurale. Në zonat rurale ka një tendencë më të lartë që njerëzit mos e pranojnë shkencën. Plus edhe media sociale sot bënamin, sepse kush do flet, kush do përhap informacion, dhe publiku i gjerë jo gjithmonë është në gjendje që ta dallojë se kush është informacioni i vërtet e kush nuk është informacioni i vërtet. Kush është ai personi që të jap një shembull. Gjitha studimet shkencore që bëjmë sot në botë, në mjekësi, në shkallë të gjerë, në gjithë botën, 90% të tyre dështojnë. Studimi bëhet sipas mënyrës së duhur, protokolli zbatohet nga A-ja tek Z-ja, por dështojnë që nuk e provon dot që një teori e caktuar të ketë suksesin e duhur. Do më thënë ambet e vetëm një 10% që ne kemi sukses. Sukses do të thotë që nëse unë zgjedh një teori sot, për një sëmundje të caktuar, për një medikament të caktuar, 10% shanse që ky të aprovohet apo të ketë efektin që ne presim. Se shkencëtari gjithmonë shkon kundra teorisë vet. Nëse unë kam një teori edhe them që ky medikament funksionon për këtë sëmundje, kundra teoria është ma vërteto, se unë them nuk funksionon. Dhe gjithë puna ime që mund të bëj për 5 vjetësh, 10 vjetësh, si shkencëtar, është të vërtetoj që teoria ime funksionon. Sepse kundra thot nuk funksionon, ma vërtetoj që funksionon. E që të vërtetosh ti do të bësh studime që marrin kohë shumë të gjatë, buxhete. Po, nuk është aq e lehtë, do thosha këtë që ne vërtet kemi bërë progres shumë të madh në shkencë, po kemi punë shumë më të madhe për të bërë. Nuk është, ne duhet të jemi shumë modest kur i paraqisem arritjet tona. Janë bërë progrese të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme, por kemi një punë shumë të madhe. Dhe duhet ta fillojmë me atë që ajo që nuk dim është më shumë se sa ajo që dim. Edhe duhet të kemi një mendje të hapur, duhet të kemi mendje edhe gjithçka është e mundur. Edhe të punohet pa fund, por që të punojë shkenca, duhet të ketë edhe fondet. Duhet të ketë fondet që edhe buxhetet e duhura, po kur buxheti të shkon për ushtrinë, natyrisht që neglizohet shëndetësia. Ky është debat shumë i madh. Shumë i madh. Tani ta kaloj ke një debat më i vogël, po lidhet disi me mua. Unë kalova para 3 vitesh atë që në Amerikë quhen shingles, apo sëmundjen e zjarrit. Në fëmijëni kisha kaluar atë që duhet dhe e kalova sëmundjen, linj. Tani, pyes, se sa e shkojnë farmaci më thonë, do ta bësh dhe vaksinën e shingles? Po i thash tash, mund të kem imunitet, se unë 3 vjet përpara e kalova sëmundje. Nuk ka një procedurë të saktë. Mbas sa kohe lejohet mund ta bëj, apo duhet ta bëj më, apo duhet mos e bëj, dhe duke pasur dhe komplekset e vaksinave të Covidit, edhe unë kam hezituar, po kërkoja kohët e fundit, mezi gjeta një informacion që thoshte mbas kaq kohë edhe mund ta bësh, po ishte më tepër me AI se sa një informacion i drejt për drejt dhe atyre si besoj. I pyes farmacistin dhe se di, pyes doktorin se di, e thash po mirë s'po e bëj. Po shingles, shiko, është sëmundje është shumë debilituese. Nëse njeriu kalon shingles, sëmundjen e zjarrit, domethënë, dhe sidomos kur kap se udhton nëpërmjet nervave të trupit, nëse kap nervin, është një nerv i fytyrës, mund ta dhe ta verboj personi. Ka dhimbje shumë të këqija, është shumë sëmundje keqe. Puna është se virusi
Këto janë familja e herpes viruseve, këto jetojnë në trupin e njeriut, janë dormant, do të thënë janë gjumë, do të thënë nuk 60% e njerëzve janë të infektuar, e kanë kaluar linjë për shembull në fëmijëni, e kanë virusin në trup, kupton, por nuk e dëmton. Ajo vetëm të dëmton kur trupi, sistemi imunitar dëmsohet. Stresi, ke kaluar një sëmundje, e ke parasysh, janë gjëra të tilla që dobësojnë sistemin imunitar dhe atëherë ajo të sulmon dhe shkakton shingles. Kjo vaksina që ka dalë për shingles është efektive, duket rekomandohet më shumë për moshat të 60 vjeç. Teste 5-60 e si. 60 vjeç edhe lart, edhe nëse ke probleme imunitare. Domethënë, do të sugjeroja për grup moshën që ka dhe sëmundje shoqëruese dhe sistemi imunitar mund të jetë pak më i komprometuar. Doktor Genti, ne urojmë që të gjitha ata që patën fatin e keq të bëjnë këtë udhëtim jo kaq të hirshëm me këtë krocerën, me këtë anijen të cilët kaluan, mbaj mend, në anije ishte edhe një person i cili ishte nga Turqia dhe po tregonte se si po e përjetonin këtë sëmundje që njerëzit ta gjejnë rrugën drejt shërimit të tyre. Sa veta ishin në Shtetet e Bashkuara, thati unë di që një është infektuar dhe njëri është ka simptoma, po nuk duket. Më duket 3 veta të konfirmuar, më duket 17 pasagjerë. Që kanë, më duket më shumë ishte shteti Nebraskës dhe e Kalifornisë. Më duket edhe Texasi disa raste, por vetëm 3 raste janë të konfirmuara. Përsëri, të gjithë këta janë izoluar apo mbahen në monitorim. Nuk besoj se do të kemi një diçka që do jetë serioze për publikun. Prandaj përfundojmë edhe me sugjerimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, unë ndoqa live këtë konferencën e tyre të shtypit që hata virusi nuk është Covidi, nuk është Covid virusi, edhe nuk është koronavirusi me gjithë emrin tërheqës, por shumë të rrezikshëm. Ne të shpresojmë që njerëzimi të gjejë për çdo sëmundje mjekimin e tij në mënyrë që jeta të jetë sa më normale, edhe rregullat e higjienës, megjithatë njerëzimi si në rastin në fjalë nuk e dihet se nga të vjen. Të falenderoj shumë për këtë analizë mjaft të rëndësishme, edhe të uroj gjithë të mirat ju, edhe suksese djemve në futboll. Faleminderit shumë. Edhe unë ju uroj suksese dhe gjithë mirat publikut që na ndjek. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund të emisionit tonë Argument, në të cilët diskutuan problemin e hatavirusit, rrezikun e infeksionit të mundshëm apo jo dhe masat që duhen marrë. Miru takofshim në emisionet tjera.